A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgon pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbar besimtarët e cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur besimtar, xhamiat janë shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Këto i dedikohen kështu Allahut subhanahu wa taala, shtëpitë e Allahut Azza wa Jall në shej respekti, jo që Allahu Azza wa Jall banon në ato. Allahu Azza wa Jall nuk banon dhe nuk ka nevojë për këto. Por shej respekti, këto i dedikohen Allahut Azza wa Jall dhe quhen xhamiat shtëpia të Allahut subhanahu wa taala. Shtëpia të ibadetit në ato vende ku adhurohet Allahu subhanahu wa taala, ku njëshmërohet Allahu Azza wa Jall, ku të bohen besimtarët bashkarisht me madhru Allahun Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë dhe filloi nga Medinja me formu shtetin Islam, dhe prej gjërave të para që veproi, ndërtoi xhamin. Dhe rrugës duke ardhur në Medinë, mas pare ndërtoi Mesxhidu Kuba, para hyrjes në Medinë. E pastaj e ndërtoi xhamin edhe në Medinë. Deshti me këtë me na mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ju o musliman ju duhet që të keni xhami ku ju bashkarisht të bohni aty dhe madhroni Allahun Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte mundësinë që t'i thot besimtarëve, faluni ju në për shtëpijat tuaja. Edhe mos t'ja nis pra me njëherë me ndërtimin dhe me themelimin e xhamisë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti që këtë mesazh me ja dërgu njerëzve. Ajo është pra më së pari t'i vendosim themelet e xhamisë. Nga xhamia do t'jetë piknisja e davetit, nga xhamia është ndërtimi i besimtarit, aty fillon. Në xhami rregullohet besimtari, në xhami sistemohet besimtari, hyn në sistemin e dinit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në fillim ndërtoi xhami. Vëllezër të dashur, xhamia nuk është vetëm vend për namaz, por në xhami edukohen brezat, edukohen besimtarët, zhvillohet besimtari. Në xhami krijohet personaliteti i besimtarit. Aty formohet personaliteti i besimtarit, se ç'është duhet të jetë një besimtar. Në xhami është solidariteti, në xhami është humanizmi. Në xhami, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë institucion ku kanë bajt gjykime, ku nga aty kanë dërgu ekspeditat të ndryshme dhe ekspeditat të davetit. Në xhami janë të buar ndihmat për besimtarët në përgjithësi. Kanë sjellur sadaka në xhami, zekat kanë sjellur në xhami. Aty janë afruar dhe janë bashkuar besimtarë, aty janë gjykuar për problemet që kanë pas. Në xhami zgjidhen problemet shoqërore, problemet sociale. Xhamia është institucion shumë i rëndësishëm në jetën e besimtarëve. Dhe për këtë arsye, edhe besimtari kur të falet namaz në xhami me xhamat, shpërblet për 27 shpërblime më shumë se sa në shtëpi. Ka pas mundësi Allahut na thot, na obligoj me namaz dhe çdo kush më adhuru Allahun në për shtëpijat e tyre. Por jo, na detyroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që namazin ta falim në xhami. Jo vetëm për sevape, por edhe shumë gjëra tjera ne mësohemi dhe aftësohemi vetëm se jemi bashkarisht këtu në xhami. Solidarizohemi me njëri tjetrin, afrohemi me njëri tjetrin.
Jemi shumë më të afërt, shumë më të vëllëzëruar me njëri tjetrin. I qajmë hallet me njëri tjetrin. Mjafton që veç besimtari kur vjen në xhami një hall me bisedu për një dert me dikë, i mjafton kjo terapi. Se sa më mbyll në shtëpinë e tij, në vetveten e tij, edhe stresi më ushtru, edhe ankesat më ushtru, edhe problemet më ushtru. Pa atë arsye, besimtarët janë shumë më larg stresit, shumë më larg depresionit, shumë më larg problemeve të ndryshme dhe ngarkesave psiqike, për këtë arsye sepse vinë në xhami dhe takohen me besimtarët dhe nuk janë vetjak, por solidarizohen dhe janë të socializuar me njëri tjetrin dhe janë të shoqëruar me njëri tjetrin. Andaj o vëllezër, xhamia është shumë e rëndësi në jetën e besimtarit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kot nuk ka thënë, kush ndërton një xhami, Allahu do t'ja ndërtoj atij një shtëpi në xhennet, një pallat në xhennet. Me një hadith thuhet që kush ndërton një xhami edhe sa një strofull, më thonë ka dhe 1 euro, 2 euro për xhamin. Edhe për këtë shpërblet me një pallat në xhenet, sa ka pas mundësi ka dhe në aq. Andaj, ti më u bë sebeb që dikush me i ra sejdë në xhami dikun, është shpërblimi veçantë. Ti më u bë sebeb shkaktar që dikush mu udhëzu, që dikush kur vjen në xhami me ndi kënaqësi, sikurse që po ndini, që po vini këtu dhe po qëndroni më orë të tëra, vetëm se vetëm e keni për qëllim dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu të jetë kënaqur me punën tona. Andaj o vëllezër, çdo kontributi juaj që bëhet, qoftë me sadak, qoftë me zekat, qoftë me angazhime fizike që bëni, që të ngriten xhamiat e Allahut subhanahu wa taala, shtëpiat e Allahut azza wa jall në qytetin tuaj, në vendin tuaj, ju keni shpërblime të veçanta për Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall të na bëjë për atyre të cilët kontribuojmë në vazhdimsi për solidaritet, për bashkim dhe për ngritjen e këtyre institucioneve, ku në këto institucione edukohet familja, edukohen brezat, që do t'i shërbejnë këtij vendi dhe këtij ummeti dhe do t'jenë rob të mirë të Allahut subhanahu wa taala, se prej xhamis fitohet xheneti Allahut subhanahu wa taala, prej xhamis fitohet pallati në xhennet. Allahu na ruajt, Allahu të gjithëve ju shpërbleft ya Rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin.